Logopedia përkufizohet si një fushë e shkencës dhe mjekësisë e cila merret me diagnostifikimin, trajtimin, studimin dhe rehabilitimin e çrregullimeve të folurit, të gjuhës, shkrimit, leximit dhe komunikimit në përgjithësi. Era Shyti, logopede, thotë se në momentin që prindja apo kujdestari vëren tek fëmia, që zhvillimi i gjuhës dhe të folurit nuk është në përputhje me etapat normale të zhvillimit të folurit dhe të gjuhës, është e rëndësishme që të drejtohen te profesionisti i fushës. Që në momentin kur prindi apo kujdestaret të afërt të fëmijës e shohin që zhvillimi i gjuhës dhe të folurit tek fëmia nuk është në përputhje me etapat normale të zhvillimit të gjuhës dhe të folurit, atëherë duhet të orientohen tek vlerësimi terapeutik, tek vlerësimi i gjuhës dhe të folurit tek një logoped. Dihet që fëmia deri në moshën 12 muajsh duhet vetë të fillojë të thotë fjalët e para, mam, bab, ama, uj. Deri në moshën 18 muajsh fjalori një fëmie duhet të jetë i pasuruar me 10 deri në 20 fjalë. Deri në moshën 2 vjeçe fëmia vetë duhet të fillojë të lidh 2 fjalë për me formulu një fjali, për shembull dua ujë, e deri në moshën 3 vjeç apo eventualisht deri në moshën 4 vjeçare, fëmia duhet të fillojë të përshkruajë një ngjarje, një histori të cilën e përjeton gjatë ditës në mënyrë të qartë me një fjalor të rregullt, e jo në mënyrë të organizuar. Specialistja e logopedist Shyti ka vënë theksin edhe te disa nga shenjat e para të dukshme që prindërit duhet konsultuar profesionistin. Në momentet kur fëmia shihet që shfaq vonesa në të folur, ka belbzim të shpesht, probleme me ritmin edhe rrjedhshmërinë gjatë procesit të folurit, atëherë dihet se diçka është e pengu apo diçka është të ndiku tek e folura dhe tek zhvillimi gjuhësor i një fëmie. Mosha prej 2 deri në 5 vjeç është mosha kur një terapist, kur një logoped mund të fillojë trajtimin të një fëmijë i cili percepton vizualisht, percepton pjesën auditive dhe nuk ka probleme me dëgjim për trajtim. Në të përditshme, gjuha dhe të folurit konsiderohen si 2 sinonime, mirë po që në fakt janë 2 çrregullime apo janë 2 vonesa krejtësisht të ndryshme, u shpreh mes tjerash logopedia Shyti. Pozicionin e duhur, prandaj shkakton keq shqiptim, keq artikulim tingullit caktuar.